Kam përshtypjen se takova një kandidat, domethënë që u anku që s'ka pas mundësi, domethënë për shkak që nuk pat konstituim kështu të institucione shkoj gjatë dhe çfarë të thuhet domethënë elektoratit. Unë mendoj që mungesë kësaj dhe mungesë një debati kështu për zhvillimor dhe dinamika zhvillimore, po nduket që është më kollajshme domethënë të kapemi për tema dhe subjekte domethënë etnokombëtare, për diçka tema që i ndezin atmosferën më kollaj, janë më të lehta se sa për një objektiv domethënë zhvillimor. Kam përshtypjen sikur e kanë moto dhe partitë politike çfarë u pëlqen njerëzve më kollaj, domethënë për të bërë tifo, kështu në këtë kuptim, dhe aty ku ka shumë tifo, ka pak produkt, dhe par nga këtë perspektivë ose ona tjetër që krejt njerëzit lutën mbase kësaj radhe nuk do të ketë mas këtyre zgjedhjeve, nuk do të ketë ngërç që i kishim për 9 muajt e kaluar, domethënë, dhe në fakt ne kemi hyrë në telenovelën e zgjedhjeve dhe jemi bë edhe në këtë pikë sui generis. Kështu që unë mendoj që krejt gjërat zhvillimore po kalojnë në periferi dhe po prevalohet me tema tjera, sikur se është veri, sikur se është diaspora, dhe njerëzit ose brezi i ri që njerëzit që po ikin nga vendi dhe për cilat nga njëherë kam dëgjuar dhe politikanë që thonë është normale, nuk është normale për një vend kaq i vogël dhe dinamik kaq të madhe të largimit të njerëzve. Dhe ne do ta shohim brenda një dekadave që kemi më përballë me një problem të madh social që nuk kupton për brezin e vjetër, nuk do të kemi forca, nuk do të kemi resurse për të përkujdesur dhe do të kemi probleme shumë serioze, dhe unë përshoj që ne rrimi shlirë në këtë pikë, derisa një ditë ballafaqohemi ballë për ballë. Në anën tjetër, nëse shohim Shqipërinë, shohim Malin e Zi dhe vende tjera, domethënë i agjendat janë shumë konkrete, janë shumë integruese në kuptimin evropian. Unë jam nga ata që ndoshta shpesh e kam kritikuar edhe Ramën, por në fundit si kur thët unë pse të përzijem këtë farë çorbën ballkanike, të ndjek agjendën evropiane dhe pastaj do të shfrytëzoj bonuset e Bashkimit Evropian dhe të eci përpara. Ne kam përshtypjen sikur kemi mbetë domethënë të vulkanizeri kur në shekullin 20 ne festojmë edhe me goma, domethënë tregon domethënë kanjëherë kam pyetjen vetvete ku jemi si niveli edhe politike dhe kulturore, dhe në anën tjetër nuk duhet të harrohet diçka, megjithatë partitë politike kanë një mision për ta emancipuar edhe politikisht masën. Do diskutojmë